Po shku të kishte po themi në ambarët e këtyre avionëve sektari 24/7 nga dishmëria, po ja. Po shku të kishte bomba bërthamore, preta bërthamore aty. Besoj se informacioni ka qenë i saktë se çfarë kanë këto. Gjithçka këtu është kombinim i operacionit me inteligjencën. Do të thënë, me goditjen që bëjnë dronët nuk krijojnë dot masën kritike për të aktivizuar bomba. Nuk besoj se realizohet ajo, por ideja është raketa mund shkatërrohet, por këto nuk kishin pas, këto nuk kanë pas as ngarkesë raketash ose sepse mund të kenë pas edhe raketa tjetër, por ashtu edhe ato nuk i kanë patur sepse dëmi si shton edhe mediat ruse, dëmi do të kishte qenë jashtëzakonisht i madh, nëse do të kisha pas, do kishin qenë të ngarkuar për operacione. Pra, kjo ishte një ngjarje që përfundimisht, domethënë, tregoi që Ukraina nuk është gjunjëzuar, që shpresonin shumë. Kjo i dha Ukrainës i dha karta në dorë edhe për të ulur sot ata ulën në bisedime dhe gati domethënë era të ulën si të barabartë, domethënë, në aspektin edhe të suksesit të fushën e betejës. Sot janë ulur si superior ata se kanë qenë. Po jo, se edhe ata kanë ato sukseset e tyre në fushën e luftës, kurse ky është një operacion që deri sot asnjë ushtri dhe asnjë shërbim sekret nuk ka arritur dot ta organizojë. Mediat ruse, me sa kam lexuar, e kanë krahasuar me Pearl Harborin, po mund të krahasohet dhe mund të mos krahasohet me të, duke patur parasysh se kush janë ekzekutorët, domethënë. Këtu është një popull, janë përfaqësuesit, janë shërbimet e inteligjencë të një populli, të një shteti që po mbrohet nga një agresion i armatosur, nga një agresion i pa justifikuar. Është një çudi e madhe gjithsesi. Okej.